Përshëndetje njerëz të mirë. Sot do doja të ndaja me ju një temë shumë të veçantë që e ka prekur të gjithë shoqërinë. Si të qëndrojmë pranë personave të cilët kanë shumë nevojë për ne. Bota është e mbushur me shumë probleme, shqetësime, ankth dhe pasiguri, të cilat i rëndojnë njerëzit shpirtërisht. Dhe ndonjëherë rëndohen kaq shumë disa persona shpirtërisht sa që i shikojmë rrugës të flasin me veten e tyre. Janë kaq shumë të mërzitur sa që ndonjëherë shkëputen nga shoqëria, mbyllen në vetvete dhe kalojnë deri në depresion. Pse ndodh kjo? Sepse nuk kanë dikë afër t'i qëndroj pranë, t'i ngushëlloj, t'i dëgjoj pa i gjykuar për problemet e tyre, t'i buzëqesh duke i thënë, ej, unë jam këtu, të dëgjoj, hape barkun tënd me mua. Kur ne i qëndrojmë pranë këtyre personave, zemra jon bëhet streh për ta. Bëhemi si një dritë e dërguar nga Zoti për të ndriçuar errësirën e tyre. Dhe vërtet, ata persona, kur ne i qëndrojmë pranë, fillojnë të marrin frym lirisht dhe fillojnë ta shohin botën me tjetër sy. Dhe ndoshta shumë gjëra më vonë do t'i harrojnë. Por çastin kur ti i qëndrove pranë dhe i dhe dorën edhe e nxore nga balta ku ishte zhytur, nuk kam për të harruar kurrë. Ju për ta bëheni heronj. Këtë desha të ndaja me ju. Është një çështje vërtet që më ka prekur shpirtin. Ndihmojini këta persona. Bëhuni heronjtë e tyre. Tregojini atyre që ka akoma njerëz të mirë në botë, që ata të fillojnë përsëri të besojnë tek mirësia. Ju uroj një të diel të këndshme me familjet tuaja dhe gjithë të mirat let ju ndjekin kudo që t'jeni. Mirupafshim nga unë Margarita në videot e tjera.